Përshëndetje shikues. Emri im është Erik dhe sot do të flasim për një histori që do t'ju bëjë të dridheni. Një përvojë e tmerrshme në bodrumin e një shtëpie që filloi me zhurma të çuditshme. Dhe ju premtoj, nuk do të doni të largoheni deri në sekondën e fundit. Gjithçka shkonte mirë javët e para, por kjo ndryshoi shpejt. Zhurmat që dëgjonte Jeff i sillnin miliona mendime në kokë, por ai nuk e priste kurrë atë që do të zbulonte. Një ditë, ndërsa Jeff po hiqte plakat e vjetra, dëgjoi një tingull të çuditshëm që e honte nëpër bodrumin bosh. Ai ndaloi, dëgjoi me kujdes, mendoi se po e imagjinonte. Për një moment, nuk kishte asgjë, vetëm heshtje. Por sapo Jeff u bë gati t'i kthehej punës, dëgjoi sërish të njëjtin tingull. Jeff u trondit. Bodrumi i tij zakonisht i qetë tani kishte një zë. Ai filloi të kërkonte kudo. Vendi ishte plot me mbeturina dhe mobilje të vjetra, kështu që zhurma mund të vinte nga kudo. Por para se të vazhdojmë, bëni like videon, bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende dhe shtypni këmbanën e notifikimeve që të mos humbisni asnjë histori të re. Jeff kaloi 2 ditë të plota duke kërkuar në çdo cep, por nuk gjeti asgjë. Ishte sikur tingulli vinte nga hiçi dhe zhdukej në hiç. Jeff filloi të tmerrohej. Ai kishte një frikë të vjetër nga fantazmat në bodrum dhe kjo zhurmë po i ringjallte ato makthe. Të nesërmen, para se të zbriste poshtë, ai duhej ta binte veten me forcë. Nuk ka fantazma, nuk ka fantazma. Por sa po hodhi hapin e parë në bodrum, veshët e tij u sulmuan nga zhurma. Një ftohtë i kaloi nëpër shpinë. Ai u përpoq të ruante qetësinë. Duhet të kishte një shpjegim logjik, por nuk kishte asgjë logjike te ajo zhurmë e vazhdueshme. Jeff kërkoi sërish e sërish, por sa më shumë kërkonte, aq më keq bëhej zhurma. Ishte sikur tingulli i ishte ngulur në tru. Për një moment, Jeff mendoi se po humbte mendjen. Kjo vazhdoi për muaj me radhë. Jeff vendosi ta injoronte totalisht bodrumin, por kur i tregoi gruas së tij, Merit, ajo e pa me një dyshim që i lëndoi krenarin. Ai kishte nevojë që dikush tjetër të konfirmonte se ishte ende në rregull nga mendet. Kështu ai kërkoi Merit të zbriste. Mary ishte shumë shtat dhe nuk ishte asnjë dëshirë të futej në atë dhomë të errët dhe të frikshme, por pranoi. Ajo qëndroi aty për gjysmë ore. Kur u kthye, ishte i irrituar. Ajo nuk ishte dëgjuar asgjë. Jeff u ndjej i detyruar të vazhdonte punën, por sa herë që zbriste, zhurma ishte aty, çdo ditë, pa pushim. I dëshpëruar, Jeff bëri një listë të shkaqeve të mundshme. Përfundimi, duhet të ishte një fole bletësh apo vespe fshehur dikund. Ai shkoi menjëherë në dyqan dhe bleu drita të fuqishme. Ai hapi tavanin, shtoi izolim të ri, mbuloi muret e vjetra me pllaka moderne, por nuk gjeti asnjë fole, asnjë insekt. Në këtë pikë ai u bind, jam çmendur. Zhurma nuk ekziston. Por Jeff do ta mësonte shumë shpejt se nuk ishte imagjinat. Pasi mbaroi bodrumin, ftoi miqt për të parë ndeshjen. Ishin nuk e u argëtuar, kur prapsërisht zhurma u kthye. Por këtë herë të gjithë miqtë e tij e dëgjuan. Dhoma u bë varr, heshtje totale, derisa erdhi bëz i radhës. Dhe atëherë të gjithë shpërthyen e të qeshura. Është masazhues, bërtiti Marku. Jo, është shpirti i njeriu që ka vdekur këtu, tha Antoni. Jeff i tregoi gjithë historinë. Miqt të etur për aventurë vendosën të gjenin burimin. Të 6 burrat kontrolluan çdo milimetër, hoqën jastëkët, lëvizën mobiljet, hoqën kornizat, por përsëri asgjë. Djem të dorëzuan. Jeff, kjo duhet jetë në një shaka jotja për të na bërë të punojmë, than duke qeshur. Por Jeff e dinte të vërtetën, nuk ishte lojë. Kaluan disa javë, zhurma zhduk. Jeff më në fund po i shijonte qetësinë dhe Aza nevoi harroi torturën që kishte kaluar. Por një ditë, ndërsa po zinte gjumi, një zhurmë e fortë zgjou. Nuk ishin më bëze të shkurtra. Ishte një tingull i vazhdueshëm, i padurueshëm. Jeff u nxe, mbylli televizorin, mbajti frymën, ndoqi tingullin deri tek muri, mbështeti veshin pas pllakave të reja. Pikarisht aty. Zhurma ishte poshtë veshit të tij, brenda murit që ai sapo kishte mbyllur. Jeff shënoi vendin, mori çekuçin e madh dhe goditi me të gjithë forcën. Ai nuk e dinte se kjo aventurë sapo kishte filluar. Jeff tashmë ishte i dorëzuar. Pas instalimit të dritave dhe mungesës së çdo foleje bletësh, ai u bind se ishte një problem mendor. Për javë të tëra, ai qëndroi në heshtje, duke mos i treguar askujt se dëgjonte ende atë zhurmë. Çdo natë, kur shtrihej të flinte, tingulli bëz i vinte në vesh si një tallje. Ishte sikur muret e shtëpisë po qeshnin me të. Por, dita e ndeshjes ndryshoi gjithçka. Kur miqtë e tij u ulën në divanet e re,
Jeff ishte në ankth. A I priste që zhurma të vinte dhe a I të turpërohej para tyre. Dhe, pa pritur, në mes të një momenti vendimtar të ndeshjes, tingulli erdhi, I fort, I qartë, I pamohueshëm. Dhoma u bë varr. Marku la gotën mbi tavolinë, Anthony u kthye nga muri, askush nuk lëvizi. Kur zhurma u përsërit për herë të dytë, Jeff ndjeu një valë çlirimi total. E dëgjuat? Bërtiti ai me zërin që I dridhej. Miqtë e tij shpërthyen të qeshura, por Jeff ishte serioz. Ai u tregoi për muaj të tërë të torturës, për dyshimet e tij, për frikën nga fantazmat. Ata ranë dakord të bënin një kërkim radikal. Të 6 burrat u shpërndan si një skuadër speciale. Hoqën çdo jastëk, kontrolluan brenda prizave elektrike, lëvizën frigoriferin e vogël të pijes, hoqën madje edhe fotografit nga muret. Por pas 2 orësh kërkimi intensiv, asgjë. Shtëpia dukej sikur po luante me ta. Kur ata ishin gati, zhurma heshte. Kur uleshin, ajo fillonte. Jeff vlla, ti po na bën loj, tha Anthony duke fshirë djersat. Ata u larguan duke besuar se ishte një shaka e zgjuar e Jeffit për t'i bërë ata të punonin, por Jeff mbeti sërish vetëm. Dhe këtë herë ishte edhe më I vendosur. Kaluan disa javë, zhurma u zhduk. Jeff mendoi se ndoshta fantazma ishte lodhur, por një pasdite pas një takimi të lodhshëm pune, Jeff po dremiste në divan. Qetësia ishte perfekte. Derisa një zhurmë e vazhdueshme filloi. Nuk ishte më një bëz I shkurtër, ishte një tingull I gjatë, si një alarm që nuk ndalonte. Jeff u çua pesh, nervat e tij shpërthyen. Mjaft më, bërtiti ai në dhomën boshe. Ai mbylli televizorin, hoqi dritat dhe qëndroi në errësirë absolute. I ndoqi tingullin me vesh pas murit, milimetër pas milimetri, dhe aty, në një pikë të caktuar pas pllakave të reja, ai e ndjeu dridhjen. Tingulli ishte brenda murit. Jeff nuk u mendua 2 herë. Ai nuk pyeti më për paratë që kishte shpenzuar apo për bukurinë e domës. Ai mori çekanin e madh të ndërtimit. Çdo goditje ishte një shkarkim I muajve të tërë të stresit. Bam! Pllaka e parë u thye. Bam! Izolimi u gris. Dhe aty, në mes të rënojave të murit të ri të tij, ai pa diçka që ja ndali frymën. Ishte një kutize vogël plastike e zezë që pulsonte me një dritë të vogël jeshile. Një annoying beeper. Jeff e mori në dorë dhe trupi I tij filloi të dridhet një adrenalina dhe zemërimi. Kur u ngjit lart, ai nuk tha asnjë fjalë, thjesht e vendosi pajisjen mbi tavolinën e bukës paramerit. Heshtia zgjati për 5 sekonda, 10 sekonda, derisa Mary nuk munde më. Ajo shpërtheu në një qeshur aq të fortë sa u detyrua të ulej në karrige. Ishte hakmarrja ime, tha ajo mes të qeshurave. Jeff mësoi se Mary e kishte bler atë pajisje online për vetëm $10. Ajo e kishte fshehur aty sepse Jeff e kishte lënë pas dore shtëpinë për të ndërtuar parajsën e tij në bodrum. Jeff pa murin e shkatruar poshtë, pastaj gruan e tij që qeshte dhe më në fund edhe ai nuk rezistoi dot. Ai qeshi aq fort sa I dolën lot. Ky ishte fundi I misterit të bodrumit. Një pajisje $10 kishte shkaktuar një dëm prej mbi $5.000 në rinovime dhe muaj të tërë ankthi. Dhe që nga ajo ditë, Jeff ka një rregull të ri. Para se të mbyll çdo mur, ai kontrollon çdo milimetër për dhuratat e fshehura të gruas së tij.